Se janë një tip anije këto? Jo. Prodhimi i motorit në PDU, sa kupton, nuk është ashtu. Gjendja ka qenë shumë e mirë, teknika shumë e mirë. Më mirë se ajo tjetër. Po, shumë më mirë. Një Michel prodhimi ta dhe ka, atje gjendje të mirë, punojmë. Shumë punojmë. Edhe mjeti është madh, Michel, gjendje të mirë. Gjendja teknike shumë e mirë. Po, krye mekanik ke pas. Krye mekanik këtu. Këtu bëre krye mekanik ti? Po, do më thënë ti këtu fillove si krye mekanik. Tashi, më të mendjen tënde, cili është ndryshimi midis mekanikut e krye mekanikut? Ç'do të thotë për ty? Ti je një krye mekanik anije. Kjo më duhet mua tash. Kjo do të thotë që përgjithësitë kalojnë mbi ty tash. Do të jesh i aftë që ti të japësh zgjidhje, të japësh drejtim shumë manore, shumë gjëna në det. Ke përgjegjësi për njerëzit që ke sipër. Ke përgjegjësi për herët që të kontrollosh dhe i marrësh një gjendje gatishmërie në çdo kohë. Ke përgjegjësi bashkë me kapitenin të mosh një iniciativë për kohën, ka det, kapiteni, ka siguri këty, s'ka siguri këty për anën teknike të motorit të gjendën anije. Do të jap kuraj, të shpreh kuraj edhe ti kapiteni nëse ka detin. Bësh pjesë e vendimarrjes anijes. Po. Do thënë bësh pjesë e urës komandimit. Po. Sepse edhe kapiteni mund të gabojë etjera. Ti je, domethënë, je shoku i ngushtë i atit ose në hierarkinë e anijes ti je njeriu i dytë. Sa ai ka dhe oficerën e parë e këto. Por krye mekaniku ka vend e vet. Po. Ka qëllu në i rast në det që si në këtë pozicion që të zgjidhësh defekte të rënda ose kështu? Po defekte këtu s'kena pas me vetëm ajo ka qenë gjithashme edhe herën e parë me fojtë. Atë e mbyllëm ne vazhdojmë me fojtë dyshim. S'ke pas, a? Jo. Në tokë kena bërë shërbime motorit. Tash cila është praktika juaj për shembull në që ju mirëmbani motorin, riparoni motorin, ciklet që ju bëni të shërbimeve e këto. Jo, e në bazë të orëve të punës. Kini në një rregullore, në një manual për këto punë? Po, ka lidhje me ka manual. E ka vetë motori. Është i përkthyer në shqip apo në gjermanisht? Është në gjermanisht, edhe shqip. Kush e ka përkthyer? E ka përkthyer kompania. Mirë, kanë bëhë vetë ato. Anë është një orientues që midis tyre. Po, orientues. Edhe shërbimet tonë që shërbime kena kryer generatorët që do të jap foto për ndër Michel. Mirë, është tjetra, do diskutojmë për ata. Unë do në një gjë do në një element kështu, do në një gjë kështu, domethënë që esenciale për punën tënde. Do një ore ku është mu më intereson thelbi i detyrës së krye mekanikut apo. Sa më mirë se që njeftitë që ata nuk mund të pyesun një tjetër që ka 3 vjet mekanike varaj qella. Një rast për shembull ku ishin tani janë prisë të hitë për lundrim, nuk e nisë dot motorin mekaniku tjetër që kishte kishte probleme lë. Ardhe zgjidhun me tjetër. Po çfarë ishte aty? Çfarë defekti bash? Një valvula aere, se nisë dhe sepse nuk kisha sipër, nuk do ikësha mirë. Po, s'ka, do ishte tjetri, por ai s'po jepte duma se puna. Dhe ju orientuat atë, gjetë zgjidhjen e duhur, domethënë se ndryshe anja do të rrinte një natë më tepër, që është një kosto për pronarin, po. Dëgjoj, do të pyes kështu, në këto raste, nëse ju bëni një zgjidhje të mirë për kompaninë që i kushtoni kompanisë për shembull, para, ka ndonjë problem në këto? Po ka. Ska. Tashi, do ecim këtu. Ju keni punuar me shumë kapiten anijesh, që më përmendet, dhe kjo është një eksperiencë më vete, sepse nuk është lehtë ju të punoni. Kishte motorin Allen. Kemi motorin Allen. Gjermanisht? Gjerman? Angles. Se dyshe ka Deutsch, Gjerman. Në Hamburg e në Edhe Freudi dyshe Deutsch? Po.
Po të pyesim kështu nga këto motorat, se ju keni parë shumë motorat të tipeve të ndryshme dhe të vendeve të ndryshme, prodhime ndryshme. Me cilin janë ambientuar më mirë ti si motor? Me Gjermani. Edhe në shkollë çfarë motorash mësosh? Shkollë kanë qenë motora ndryshme, s'ka qenë. Edhe ruse, kineze, Skoda, motora. Këta prodhime lindore me të. Për shumë për mendimin tat, ku qëndron ajo e motorit perëndimor me lindorin? Se tash ka një ndryshim. S'ka hi koha tash i ka marrë akoma çat skama tash lindore perëndimore vetëm. Janë gjitha tash vjen nga Amerika me fjalë vjen e prodhon Turqi. S'ka më Thot që është aty. Është aty, po, e bukur. Domethënë tash kjo shpërndarja janë përbashkëta. Kjo punë e kooperimeve ju ka bërë që motorat qoftë gjerman, anglez. Kooperimet që janë përbashkëta, edhe zgjidhja është kryesore është që motorat janë të fortë. Po mund edhe mos t'japin probleme në rrugës. Ti po shërbimet edhe mos t'japin probleme në rrugës. Nëse ti jeti me shërbime të gjitha kohë me orë të punës, nuk t'jap probleme në rrugës. Kjo është situata po. Po tash ju vet po bëni domethënë nga 98 që thatë që 98 filluat, apo ja? Nga 98 deri te shi i thon. Ani s'ka. Ja se të shi po ja po. Nga 98 deri te shi u bën 20 vjet, apo ja? Mendoni se këtë zanat e keni Si? Mendoni se tash jeni profesionist, si e quan veten tash? Veten e quaj taf për vullë. Po. Për taf për atë punë që bëjmë që marr përsipër ju them do e bëj dhe zonati nuk marrni ja. Po, ju vazhdoni të mësoni. Po, do të mësosh. Se tash dëgjojmë që jam bon thotë mjesht. Po pritëm mika. Gjithmonë do mësosh. Po, kjo është. Tash ju keni punuar me shumë kapitena. Cilët ju kanë lënë bresa më shumë, edhe nga ana profesionale edhe nga ana njerëzore, si kapiten? Me kapitenët që ti i ke provuar i vlerëson kështu. Kapitenët janë ndryshëm. Kapiteni i parë ka qenë vitë nga koha monizmit, siç ishte Idris Byku. I dyti ka qenë Mirko Sollonçel. I treti tanë Prifti. Jo, nuk i dua. Jo, du t'i përmbledh këto, t'i them këto t'i përmbledh, për arsye që në gjithë këto qëndron dhe vetëm italianë. Pingjoj. Sa më kërkoj muaj para se ti të në Itali, po unë isha në Amerikë. Qëndron dhe për arsye sepse ishte shumë i aftë, shumë i zgjuar në komunikim me cilin do personi jashtë, edhe shumë i ndjeshëm për punën, për profesionin që bënte ai e ndjente. Siç e ndjej unë violanën mekanikën që them, pse po e bëj, dhe ai e ndjente ka punë që bëhet kështu do të. Atë që thotë në film nuk ishte ndryshim. Aty do të ngjotë vllaf. Vllafi aty ishte kështu. Me prem. Po, jo. Kapitenët ose tjerët janë to që kanë punuar shumë çunat mirë. Shumë njerëz zot. Për shembull Idris Byku. Idrisi punon akoma, po? Tanë Prifti nga të veçantit. Edhe si çon, po, futet ke çunat e mirë dorë. Okej. Tanë është, më fjalë flasin për çunat e ri tani. Po, për këtë presë, unë do t'i trajtoj unë atë, nëse ashtu. Mirë, gjithashtu edhe mirë. Edhe mirë, Mirë i vazhdo punon, ha? Mirë, vazhdo punon mirë. Ke s'është me kompania juaj. Jo, mirë është. Ke ku është mirë? Ke tep. Ke tepsh. Ke ato dy që kanë ato, po. Okej. Se unë do të vela. Ky libër do të jenë edhe kompanit. Do më thënë libri do përmbledhë kompanit private tani edhe. Si transporti janë? Pa mirë, do të përmbledhëm gjithë me Kalilopëll, me Çajan, unë do t'i përmbledh, do t'i bëj një histori, do më thënë të mirë, sa unë do t'i bëj gjithë reklame, por se nga opinioni që mund të kenë ata, se libri, thash unë libri, vetëm në Anglinë, kanë shku 50 sa, po mirë. Unë kam historiantë anglez, detarët anglez, komunikoj çdo natë. Kapiteni i funit është që punoi Adriatik apo Zaga? Mirë, Adriatikun do ta ashtu tash. Unë do mundohem që
të vi pas nesër, se e kam pushim pas nesër. Se kemi pushim se jem pashkën nesër që i kanë këto. Se më duhet, do më thënë, unë me këtë rast, unë kap edhe Adriatikun, e bëj në i foto ju se i kuj pash, edhe kompletoj anien tuaj, unë e mbyll edhe kompanin tuaj. Se kështu duhet i kap një nga një të shit, se këto zyrtarit unë e kam më të letë, se i marrë, ke administrata, ke këto, unë i kap rahat, po ju s'u kap dot. Prandaj themi unë që kjo punë do punë. Se do njëri të lidhur aty të ndjekja njëtet të ashtu, sepse mira është jenë aty prezent, kur zbrismi vetë ju bëj foto me kuj pazhen e të gjithë. Tashi, krye mekanik. Që ke punu, cilit ke mbresa më shumë? Krye mekanik. Krye mekanik i kam bresa është Gjevdet Lugu. Gjevdet? Gjevdet Lugu. Në ashmi. Në Durrësin? Lugu është në fisi Luguve kjo. Qa krye mekanik, e? Po. Qa moshe ka kjo? Tash është 7-10. O, që nga vjetër. Është gjallë me fjallë. Kene i foto me këta? Ja. Se mira që mund më slodhem t'i gjek këta që e bare i qilëm. Hajtë, s'ka problem. Tjetër? Ky Skëneri. Skënerin e përmendëm. Skënder Lezin, dhe Banushi që ka dy. Po, Skëneri Lezin, a ishtë noshe i madhje? A që puno dhe ty këri mërgjëtorët e? Po, a ishtë fis marinare shaj? Po, ka bavën kapitani. Këto, po me i kam shujtu në të mërë. A i madhe qëri këri mërgjëtorë e Skëneri. Po, mërë njofun këtë. Po pse, atje punove bjëre? Apo ka punu? Ta shi ka kalu kemi të detare. A, okej, duhet, po. Po, tjetër? Po. Tjetër kemi? Ashtu. Ta shi, do të themi diçka. Ti të shi ke taku dhe marinar të huaj në përposhte kur vini kështu e të tjerat. Si me ndonë se është trajtimi që i bëhet marinarëve shqiptarë në raport me marinarët e huaj? Si me ndonë? Nga portët e huaj, thotë, si bëhet nga portët e huaj? Jo, është pyetje tjetra, po unë dua këtë tash. Ti ke të kontaktuar dhe me marinarët huaj. Po. Ti je marinar shqiptar. Si mendon ti se është trajtimi i marinarëve shqiptar sot që flasim ne tash? Si mendon? Marinarët shqiptar janë me marinarët dhe kontakti im është pozitiv me marinarët anë mekanike arab në qëtë, vendet arabe, ku kontaktet janë lirshme dhe njerëzore, me rusë, vendet e Lindis, nëse me këto të, si të them, këto vendet e ftofme, këto nordikët janë ftofme, që nuk kena kontakte në qëtë. Me italianë që kena kontakte ku gjopë njërë. Me këto vendet nordikët, ose këto janë vendet ftofme, shumë nuk kena kontakte në këto. Nuk kena lidhe, si të them. Janë njerëz, këto është vetë lloj njeriu dhe atyre që është si të them, është krijuar që është vetë njeriu. Veni ftoft është dhe njeriu i ftoft. Sa do e kisha mendimi këtu. Si është trajtimi i marinarëve në raport me është i lartë shumë, është ndryshim i madh shumë. Më mirë këtu kene? Ata janë më mirë. Pa këta pra duhet të themi. Jetë që më të gjatë mas. Unë duhet të sjell me lezet. Me lezet. Për shembull, si trajtojnë marinarët në vendet e tjera, në raport me... Kanë shumë ndryshim. Në pagë, për shembull, sa lu raporti? Sa? Shumë. Po sa, 11, si ta zemë? Po nuk e di sa mund të për shumë. Për kësaj kjo edhe nivel të tezë, sepse ti e Shqipëria, po ti mos harro se ti në Arab në fjalë nivel të tezë më është më i lartë jo të si asaj. Ne tash i krahasojmë që ne duam të shkojmë në Evropë më miku. Po pra, po ne jemi si për atyre, po ne krahasim me Evropën ke pak atë. Se me këta të lindjes jena më mirë thua? Po. Jena? Po. Nivel në vendet arabe, jo vendet arabe. Se marrim këto Bullgari këto, Rumani këto, ose Ukrainë ku shkoni? Nuk ta them se si trajtojnë ato njerëzit e vet, sepse këto çfarë bëjnë? Këto punojnë me kompani të huaja. Këto njifën letrat e tyre tjetër vend, njifën letrat e tyre në Angli edhe në Francë apo Spanjë apo edhe ikin punojnë anë. Nuk ka se punojnë ke vendi vet. Ke vendi vet po e pagatuar ato. Niveli i tezë me tindës së shkrumë ne. Kena më lartë ne. Ashtu ha? Po pak a shumë, për mua. Po nga këto kompanitë private, për shembull,
Si të duken ty kështu? Kush është që trajton më mirë kështu? Po kompanitë private tash janë marru, janë zhduk 2-3 kompani kanë ngel. Për momentin. Janë shumë kompani më private edhe unë jam i këtoj në të ku jam. Pra unë sa bëjmë para e sa lëvizim në drejt. Po në pikpamjet legjislacionit që kemi ne si marinar, çfarë mendim ke? Asa njefti se nuk mund të themi që do vë është prapë legjislacioni sepse s'ke si themi, s'ke shtet. për shembull ti ke para marinar të tjerë. Si kanë mbështetje nga shteti? Po e kanë sepse rast emergjenca, rast avarie, rast diçka e mbështet shteti. Ke rastin tonë, sa një i marinari unë atje në Angli. Serdhi. Smojnë shteti nuk u shpreh. Me thonë që të morën për sipër ta sjell ose të ja shpreh të keqardhjen aty më fjalë ose një ambasador se çoj një njerëz më fjalë prezant. Kam shojtuar më shumë se sa shteti. Se un kam gazetar anglez që i kam në rrjet. I thash çajeni të bo. Kesh i përfaqësues ti vetëm sepse aty e kam bë vullnetarisht. Aty kanë fatkeqësi, ti do ta kesh ti nga shteti i prezant. Do të jetë ai atje të vjen në lëvizje. Se do ta ngrehun këtë si problem. Domethënë pikë e librit do të jetë kjo. Prandaj po të pyesim mbështetje nga shteti dhe nga profesitë tona që kena ne në çdo shtet bazë. Do ta ngrehun këtë. Kena shumë dogut, kena shumë. Po mirë pra se ne profesues i kemi. Po miko merr parat e shtetit ti, se unë kam shujt 10 gazetarëve anglez për atë rastin atje. Po ne dalim brim në radhë. Ditë në shtetin na qet në lënë në radhë. Në lënë në radhë s'na lën të lart. Se le të jesh ti privat. Ai profesuesi në Londër se mos sa e ke çoj, po dali, vjen janë një shqiptare se do ta ngrehun si problem. Po keqe, tet nga është problem, kjo problem më kryesor. Po për këtë më thuaj ti mua, i bëj zborun atyre. Gazeta shkruaj. Bëj zborun atyre se marrin parat e shtetit ata. Vjen lega do. Kalava në fjalë ty, mos kam pa në port, mos më nxjerr një jashtë. Porta që kemi ndruar ne i them me thon di jashtë se s'njoft ty si marinar. Pa thon, rin kalat, sa është koha keqe nuk do dalësh jashtë. Kur shteti jo ne në nxjerr jashtë. Na lëna një. Të drejtori i portit e kam. Do të them unë se po mpret për intervistë se kam shokat e oficer ka gjën. Kam pas kiç. Na çet jashtë shtetin. Nuk funksionon kështu apo? Domethënë ti ke llogarit rrish 2 ditë. Ora të zuri Fortunali. Ne shkojmë në Itali. Po mirë pra këta mi thoni mua. Ne shkojmë në Graci, ne shkojmë ku do jetë. Po pra, në portet e huaja, siç vinë. Po. Ka diferencim. Një taks minimale s'para, që s'ka nevojë të rrit sa të dush në port. Ashtu ha? Po. Me kuptimin që nëse nuk i duhet kalata. Po, nëse ai ka kalatën bosh, që si vjen anije tjetër sot rrezë s'po prish punë thot. Okej, ti ke paguajt ditë tak. Mund të rishë 4 ditë atje. Ti ke paguajt për 2 ditë. Okej, po pse se pa e bëjmë këto më? Kurse ky të përzan, thot mbaroj 2 ditë ik. Më një mbaron minutë ditë për jashtë. Kam 2 ditë. Unë ose shumë më kanë ditë në diel, nuk që sot javë që koha keqe. 2 ditë kanë shok të mi në anije, 2 veta. Aty, po më thënë. Torturon pa gjumë vetë pse se vdeti më koha keqe, jo më mori përsipër institucioni kapiteneria ka për të drejtë të mësuesi anijen port. Sepse një dalje jashtë në Kuti Spirancë, në tika një me pas mekanik sibo. Ta mi thoni më rëborë, si e ka portin Kroatie dhe ashtu. Tek kjo që ka interesante, se trajtoj veçon këta. Në tika një me të dalë në brek detit, e kuptoni që ndodhi po se që pasojë si, derdhet naftët, derdhet vaj, anija mjete atjet, prishet imazhi shtetit, prishet imazhi bregu detit, se del anija në tokë. Kjo më intereson mua. Domethënë këtë do ta bisedojmë me Adriatikun unë, që ta nxjerr të pastra edhe profesionale sa tash. Unë do i themi, shkonin në Split të zë. Ore marr rastin e Splitit. Marrim portën e Livornas. Ju shkoni atje. Pagoni për 2 ditë. Nëse o kapi Fortunali, një ashtu, një avari që keni, atë u lën. Ajo funksionon kështu çato. Shkon anija në çdo lloj porti të Italisë. Ti paguon një taks mujore. Aty. Sa herë shkosh edhe 10 herë, 2 herë. Ku du shkon në Itali ti për i muaj ke paguar këtë taksin. Taks mujore pavarësisht nga porti. Po. Që
Cil port do prekësh ti? S'ka nevojë boll që shkosh në Itali me Po pse se marrin tash? paguaj taksën lële edhe ke mbledh mendën di për Sridi jo këtu jo varja ne, ma ka thënë kolaçi këtë. Këtë mohabet. Dakor? Kjo është po. Edhe këtu, o zotëri, unë paguaj taks mujore ty. Po. Ai pagu taksën mujore, po pagun tjetrën mëse për bankinën. Ka 80 euro për metër katror më duket, nuk di si e ka. 300 euro për 24 orë. A po ndi këta be? Çat mirë rrë? Çat bon për na do rrota që janë një njerëz sepse nuk Te trenive si qenat e se u shofun nga kavalescenca shofan një radhë. Det, shi, erë, fërtunë... Po pra të rish vetëm aty. Dy vetë të jenë. Se alla tha, a mëna për pajzora, tha e njone, ta më drizë në komë të. Po s'ke mërë burë, po pse i ku për parimi shkret mërë bëbenzi, taj. Që këna vujt me pavën të uvra, që janë të uvra, disa erë për usë. Të hypë të zbrit. Bagor. Ajme. Po, kjo është se do të trajtoj veçon këtë, po do pysë edhe direktikun, e ta trajtoj. Se ti po shkon përndim gja. Ti s'kjo të unifikuar atë taksat o mikuj. O be, ti do shkosh në be. Po këtu është pjesë që ti si shtet duhet të unifikosh taksat me italianin, me francezin, me spanjolin. Thotë, s'kam gjuhë në italianë, thotë paguaj lekët që 300 euro për 24 orë. Që bëtë më? Shko rrim baje, po. Do luata një, do postota një, thotë, po të dalë një filan ka latë, po. Do pagush vetëm amorgjatorët. Që të vinë të heqin cimet, sepse është rregull. A që të heqin cimet ty në kalat, s'ka kush. Po ti do të pagush ti edhe? Sa ai mund të jetë privat? Po. Okej. Është kompani private. Po jo Është kompani private, po të bëj shërbim do të pagush ti. Po çfarë? Okej. Atëherë fillon. Kush han bugi kjo anë? Kush han bugi kjo anë? Mi thuj. Fillon kompania italiane që shet mallin atje. Dhe shoferët italian. Porti italian. Majnarët, punëtorët të tash. Vjen Durrës. Hajmë në majnarët të tërë kompania njës me kompaninë gjithë sa jena bashkë të kështë disa vetën të. Punëtorët të portit Durrës. Institucionet e portit. Që janë lekë që derdhen, paguan gjithë, paguan taksa për këto institucione. Shoferët e kamionit që transportojnë mallin e çojnë nëpër pika. Sa vetë hajnë nëpërmjet kësaj një i rreth i tjerë cirkuiti po e quajmë fjalë, edhe kur vjen funi vet prap ky thotë ja ti do të ikësh atë çes, ti që më bësh shërbimin më të mirë mu, ti po so mo 200 vet to dhe han buk. Po. 5 kompani? Po, okej. Unë të përzej ty? Përzej ty dik përresht. Mirë se do të diskutojmë me këta, se këta se kuptojnë se është ndodhur apo. Ta rrinë për zyra, i mfudhin ato xhixhët tu, e të risht, po. Okej. Edhe këta duhet të më thojnë edhe kapitenin se që nis buku. Edhe këto pronarët e leshit që janë këta. Se di e ka pronarë, po pronarë... Jo, pra, kjo është e pagun ai, jo, po bjen kurizitat sa e ty, sa e fitimin do e qisje ai. Po bjen kurizin tuaj, se do të uli pagesën ty ose pa, okej, se aty do shkarkoj, s'ka ku shkon. Okej. Rregull çato? Po.